Stop së kërkuari që prindrit të jenë të përsosur. Ata nuk kanë ditur gjithçka, por kanë bërë më të mirën që kanë ditur. Prindrit tanë janë njerëz, jo superheroj. Ata kanë dalë çdo ditë në punë, edhe kur ishin të lodhur, edhe kur zemra u dhimbte, vetëm që të mos na mungonte asgjë. Shpesh nuk hanin vetëm që ne të hanim. Por sot sistemi na ka shtyrë të harrojmë këtë, na ka mësuar të kërkojmë fajtorin e radhës, e më e lehta është të kthehemi te ata që na rritën. Ne I vëmë nën mikroskop, quajmë shërim gjetjen e gabimeve të tyre, sepse është e thjeshtë, shumë e thjeshtë se të shikojmë veten. Trendet e terapisë shpesh e paraqesin prerjen e lidhjeve si forcë. Por të presësh këdo që të lëndon nuk është gjithmonë rritje, ndonjëherë është aratisje. Dhe ndërkohë harrojmë të mirat, sepse harrimi na mban të zemruar, dhe njerëzit e zemruar janë shumë më të lehtë për tu kontrolluar. Rritja fillon kur pranojmë të vërtetën. Askush s'ka qenë perfekt me ne. Por shumë njerëz kanë bërë më shumë nga sa mundesh ta kuptosh sot.